Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Dhe unë e di që ju jeni shumë kureshtar të dini si kanë kaluar mbrëm VIP-at në festën e organizuar nga televizioni Top Channel, konkretisht për këtë after party. Në after party kanë qenë të ftuar të gjithë moderatorët e televizionit Top Channel, që nga moderatorët e Portokallis, ato të gjithë që ishin në darkën të sponsoruar nga vllau i madh brenda asaj shtëpie, dhe gjithçka e bukur që në fakt ka rrethuar këtë shtëpi, këtë familje, këtë mrekulli që na kanë dhuruar banorët për 120 ditë me radhë. Ledion Liço në Instagramin e tij ka postuar të gjithë momentet e bukura që kanë kaluar. Në fotografi shikohen Evina Shtylla, Sara Hoxha, Gjesti, Rozana Radi, Egli Tako, Chiara Tito, të gjithë moderatorët të cilët kanë festuar dhe janë argëtuar natën e mbrëmshme. Buzëqeshja në fytyrën e tyre është më e dukshme, nuk e lëshojnë Gjestin nga Tirana, e mbajnë Gjestin në Tiranë. Kjo tregon që ndjen krenar për arritjen të cilën e kanë bërë, për suksesin të cilin e kanë marrur dhe për gjithçka të bukur që në fakt kanë realizuar në Big Brother VIP Albania. Në fotografi shohim shumë dashuri, në fotografi shohim shumë kënaqësi, shohim një festë të papar, edhe Kiara u qenë ka bashkuar këtyre banorëve, edhe pse Kiara ka qenë një banore shumë e komentuar vet, por më pëlqen fakti që është kaq modeste dhe kaq e thjeshtë dhe është bërë pjesë e kësaj feste kaq të bukur e organizuar me shumë dashuri nga televizioni Top Channel. Unë mendoj që Gjesti e meritonte një festë kaq të madhe për shumë arsye, për faktin se duhej t'i jepej një shpërblim apo një lloj falënderimi për të gjitha ato lodhje të mëdha që ai kaloi, për të gjitha ato që Gjesti në fakt bëri në shtëpinë e Big Brotherit, të trazoi ujërat, trazoi gjakrat, por ajo që në fakt më ra në sy në festë nuk është se kanë festuar të gjithë bashkë. Banorët, siç duket, vazhdojnë të mbajnë ato mllefet, ato inatet, ato urrëtiet që i krijuan brenda kësaj shtëpie, edhe tashmë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, duke janë shkaluar pak gjërat, duke u ndjer pak më anash njëri, pak më anash tjetri, domethënë duke bërë këto ndarësit, le t'i quajmë, mes njëri tjetrit, por gjithsesi kanë kaluar një natë shumë të bukur. Tashmë, pas festës goxha të madhe, që gocat duken shumë të lumtura, por edhe Sara duket shumë e mrekulluar. Unë e pata thënë edhe në një komentim ditën e dieshme që u komentua shumë pse kur Sara shkoi ta përqafon Ledionin. Normalisht që Ledionin do ta përqafon, sepse ato të dy e kanë bërë punën me shumë përkushtim, e kanë bërë punën me shumë vullnet, e kanë bërë punën me shumë dashuri, e kanë bërë punën me shumë njerëzillik, dhe mendoj që dhurata më e bukur në këtë arritje të suksesit ishte Ledion Liço dhe Sara Hoxha, të cilët sollën një super spektakël të papar. Të gjithë banorët të cilët të paktën Ledioni ka nxjerrur në Instagramin e tij janë të lumtur edhe të gëzuar, nuk i shoh banorët e tjerë, por nga videot që janë bërë virale në rrjetet sociale, pash që banorët ishin ndarë pak e shumë, me thënë jo të gjithë janë të lumtur edhe janë të gëzuar se Gjesti është fitues, por gjithsesi Top Channel u tregua serioz, u tregua profesional, në kuptimin që mbështeti zërin e popullit, mbështeti dëshirën e popullit dhe mbështeti vullnetin e popullit për fituesin e këtij edicionit. Ndërsa Ledioni dhe Sara le të përqafohen gjatë gjithë kohës, sepse kanë arritur një sukses të mirë dhe treguan një shembull të bukur, treguan një kulturë, treguan një qytetarizëm, se sa bukur është të dashurohesh si çift, por edhe të jesh edhe koleg pune në këtë rast, siç është Ledioni dhe Sara. Do të thënë, na dha një atmosferë të bukur, na dha një atmosferë të papar, na dha një mrekulli të fantastike që vetëm syri i tyre dhe dashuria e tyre di ta përshkruaj këtë moment mrekullueshëm. Ne do të takohemi sërish së bashku me lajmet më të fundit nga momentet më të bukura të ngjarjeve që ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brother.